Në spitalin e Gostivarit u lëshua në përdorim salla operacionit në repartin e traumatologjisë dhe ortopedisë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se për të ndihmuar kolegët e spitalit të Gostivarit, në sallë do të asistojnë specialistë nga klinika universitare e Shkupit, derisa mjekët lokal të fitojnë përvojën e nevojshme. Investuam që të jetë një sallë operative e cila do të mund të operohen të gjithë të pacientët që kanë probleme të ndryshme që lidhen me specializimet të traumatologjisë. Pra sot këtu bashkë me kolegët e Gostivarit janë dhe kolegët e klinikës universitare të Aridhut nga Shkupi, me qëllim që të bëjnë transferin e dhuntive për të bërë këto operacione, që pastaj mjekët lokal të mund të vazhdojnë dhe të bëjnë operacione të tilla. Drejtori i spitalit, Emri Bajrami, nënvizoi se kjo është hera e parë që hapet një sallë e tillë në spitalin e Gostivarit. Është hera e parë në historinë e spitalit të përgjithshëm të Gostivarit që hapet një sallë operative specializuar për ndërhyrje ortopedike dhe traumatologjike, kur do të krihen të gjithë llojet e operacioneve të këtyre fushave. Derisa më parë pacientët duhej me muaj të prisnin për intervenime kirurgjike në ortopedi, tani operacionet mund të kryen direkt në Gostivar, duke përmirësuar shërbimin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor lokal.